E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për çdo begatim e cilën na ka pajisur. Kë udhëzon Allah azza wa jall në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që humb. Dërsa kë ndalen në humbje, nga se me vetë dëshirën e tij është përcaktuar për atë rrugë, nuk ka kush që udhëzon pas Allahut azza wa jall. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk meriton të pasohet me merit askush tjetër përpos Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk meriton që të bëhet dikuj model përveç se Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dhe se nuk meriton dikush ma shumë që të praktikohet jeta e tij, të studiohet dhe të futet thellë në zemrat tona përveç se jetës së Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu selame dhe përshëndetje për familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe gjithë besimtarët muslimane që e pasojnë këtë rrugë deri në frymën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër besimtar, jemi në muajin e veçantë, muajin e begat, e jo të shenjtë. Jemi në muajin e Ramazanit, muaj që Allahu azza wa jall i ka bërë ditët e veçanta dhe të numëruara, ayyaman ma'dudat. Këto janë ditë të numëruara, të cilat i vendos Allahu, e nuk i vendosin njerëzit. Një muaj që ka ibadetet të veçanta, siç është namazi taravive, namazi natës, e shumë ibadetet e tjera, me të cilat dallohet dhe me të cilat njihet në mbar globin ky muaj. Por në anën tjetër, në kuptimin historik, në qoftë se e lexojmë historinë islame dhe njerëzore, e shohim se pikërisht në këtë muaj, ose rreth këtij muaji, ka ndodhur ngjarje të mëdha historike që e kanë ndruar rrjedhën e historisë. Andaj, unë në pika të shkurtra, ndonë ngjarjet janë të shumta, por në pika të shkurtra do t'i përmendit disa prej ngjarjeve që mendoj janë ngjarje të rëndësishme dhe ngjarje të veçanta. E para prej tyre, pas luftës së madhe të Bedrit, që është në 17 Ramazan, vjen një datë shumë e rëndësishme për muslimanët, që është me 20 Ramazan çlirimi i Mekkës. Të nderuar vëllezër besimtar, njëra prej ngjarjeve më të rëndësishme dhe më të gëzueshme për muslimanë, sidomos për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ka qenë ditë Ramazani, kur pas një marrëveshje 10 vjeçare që quhej marrëveshja Hudejbijës, ku ja shlujtën edhe emrin Muhammed Rasulullah, pra Muhamedi i dërguari i Allahut e shlujtën prej asaj kontrate, ku me të vërtet kushtet që ja vendosën pejgamberit alayhis salam nuk ishin kushte që duhet pranuar prej muslimanëve, por pejgamberi alayhis salam ishte vizionar. Për të na mësuar edhe neve si muslimanë që në jetën e kësaj bote duhet të jemi vizionar, sidomos në marrjen e vendimeve të mëdha për interesin e muslimanëve. Vendime të cilat me mendje lehtësi i marrin njerëzit e thjeshtë, por me mendje prehtësi i marrin dietarët dhe ata të cilët u është dhënë hikmeti dhe urtësia. Andaj Ebu Bekri dhe Omeri bërtisin me zë të lartë, a nuk jemi na musliman, a nuk jemi në hak, a nuk jemi në rrugën e drejtë. Pejgamberi alayhis salam e kuptoi se një shkelje e vogël që i bëhej muslimanëve do të pasohej pas disa viteve me çlirimin e Mekkës. Andaj të gjitha kushtet i pranojnë, dënë se ishte zullum për musliman, por ai dinte se do të vijë një ditë një periudhë kur do të jetë gëzim për muslimanët. Andaj gjatë këtij anpushimi 10 vjeçar, Kurejshitët e Mekës e thyen marrëveshjen. Dhe pasi që e thyen marrëveshjen, humbi besimi i kurejshitëve në fiset arabe. Dhe pastaj të gjitha fiset arabe në pjesë e madhe tyre filluan që ti bashkangjiten Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për të shkuar dhe për të luftuar kurejshitët, sepse thyrja e marrëveshjes është njëra prej krimeve të mëdha, jo vetëm në aspektin e Islam, por edhe në aspektin njerëzor. Andaj Muhamedi alayhis salam pasi që e thyen marrëveshjen dhe i vran një pjesë të muslimanëve, i mori 10.000 ushtar dhe u drejtua drejt Mekkës, dhe aty të nderuar vëllezër, pas tërë mundimeve të mëdha,
pas luftrave të vazhdueshme, pas përsekutimeve të mëdha, hyri Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në Mekke, pa u përleshur me Kurejshitet, dhe aty pastaj edhe u shlirua Mekja, dhe aty zbriti surja Feth, esta'idhu billah bismillah, inna fatahna laka fathan mubina. Ne Muhammed, sot të kemi begatu me një shlirim të madh. Dhe pastaj pejgamberi alayhis salam një herë për gjithmonë i tha stop, dhe një herë për gjithmonë e shkatroi idhujtarin në xhirin arabik dhe e futi në zemrat e njerëzve besimin dhe monoteizmin në mesin e njerëzve. Dhe aty të ndruar vëllezër në ditën e shlirimit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dorën e tij filloi që t'i thënë të idhujt dhe putat e cilët i adhuronin Kurejshitet e Mekkës, dhe duke thënë fjalën Allah azza wa jall, wa jaa al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Erdhi e vërteta dhe u shkatrua dhe u largua e kota. Me të vërtetë kota gjithmonë ka qenë e shkatruar dhe larguar. Pra, kjo është të njëra prej ngjarjeve të mëdha në muajin Ramazan. Prej ngjarjeve të tjera të ndëruar vëllezër, në muajin e bekuar të Ramazanit është çlirimi i Spanjës, që ndryshe quhej në historiografinë islame Andaluzia, ku të nderuar vëllezër pikërisht në muajin Ramazan, me 28 Ramazan, Tariq ibn Ziyadi, njëri prej komandantëve të ushtrisë muslimane, i udhëhequr nga një numër jo më pak se 12.000 ushtarë, të nderuar vëllezër, e mori rrugën dhe kaloi ngushticën që është mes detit Mesdhe dhe Oqeanit Atlantik për të stopuar tek një kodër që sot quhet Gibraltari, kurse muslimanët e kanë quajtur Jebelu Tariq. E kanë quajtur kodra e Tarikut. Pra, komandantit e ushtrisë që është Tariq ibn Ziyadi, por me kalimin e kohës, pasi që e kanë marrur kryqëtarët, e kanë ndruar në mënyrë që të mos lajnë gjurmë prej gjurmëve të muslimanëve. Andaj të ndëruar vëllezër, aty janë ndeshur me ushtrinë e Spanjës, ku pas një përleshje të fuqishme dhe numrit të madh të ushtrisë së Spanjës, ata kanë mësuar disfat dhe kanë mbytur mbretin e tyre, dhe muslimanët e kanë shkruar në histori një epokë të rëndësishme që kanë sunduar mbi 800 vite në Andaluzi, ku ka pasur me të vërtet një civilizim të paparë më herët. Por pastaj të ndëruar vëllezër, sira Andaluzia, sira Spanja, nga dora e muslimanëve, janë shkruar shumë libra, e njëra prej këtyre librave thot se në fundin e epokës kur ka ra Spanja, njëri prej kryetarëve të muslimanëve i morri të gjitha masat për ta rrëzu vllaun e vet dhe për ta marrë pushtetin. Për ta rrëzu vllaun e vet dhe për ta marrë pushtetin. Kryqëtarët nga anët e Spanjës hynin dhe e pushtonin Spanjën, kurse kryetari i muslimanëve merrej se si ta vras vllaun e tij për t'ia marrë atij pushtetit. Që nën kupton dhe pas kësaj kanë ra muslimanët, që nën kupton se neve na humb forca, që nën kupton se neve na humb pushteti, sidomos ndaj armikut, kur futet lakmia në mesin e njëri tjetrit, kur bëhen njerëzit ujqër të uritur për t'ia marrë pozitën njëri tjetrit, atëherë mos prit bereqet në atë vend. Andaj kështu edhe bjen pra në Ramazan, çlirohet Spanja, por të njëjtën kohë pas një periudhe edhe bjen nga dora e muslimanëve. Gjithashtu të ndëruar vëllezër, me 5 Ramazan të vitit 1914 deri në vitin 1918 fillon njëra prej ngjarjeve historike të njohura që është lufta e parë botërore, ku të ndëruar vëllezër, përafërsisht dikun 40 shtete marrin pjesë në këtë luftë, përgatiten në luftën e parë botërore dikun rreth 70.000 ushtarë dhe mbyten mbi 11 milion njerëz. Kjo është njëra prej ngjarjeve të rëndësishme historike ku ka ndodhur në muajin Ramazan. Dhe të njëjtën kohë të ndëruar vëllezër, si pasojë e kësaj lufte kanë ra 4 perandori. Ka ra perandoria ruse, ka ra perandoria austro-hungareze, ka ra perandoria gjermane dhe në fund ka ra dhe përmes kësaj lufte ka ra dhe perandoria osmane, dhe në fund siç është e njohur në histori, Gjermania mbetet fajtori kryesor e cila i bartë edhe sot pasojat e kësaj lufte. Gjithashtu të ndëruar vëllezër,
në muajin në Ramazan, prej ngjarjeve të mëdha historike, që është e rëndësishme t'i dim vetëm si ngjarje, Omeri radiallahu anhu i ka bashkuar njerëzit për t'i falë namazin e taravive me një imam, sepse pas vdekjes së pejgamberit alayhis salam taravit janë falur vetmas, ose janë falur grupe, por nuk janë falur në xhami të organizuar me një imam. Andaj kur Omeri radiallahu anhu i ka parë që njerëzit po falen kështu, ka thonë ma mirë me i tubu njerëzit në xhami dhe me i tubu me një imam, dhe e ka vendos Ubej ibn Ka'bin dhe ai ka fillu me i falë taravit me imam, dhe derin ditët e sotme, derin në kiamet, do të mbetet këtë tradit, dhe këtë tradit nuk e ka kundërshtuar as një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu të ndëruar vëllezër, prej ngjarjeve të rëndësishme që marrim mësim në muajin e Ramazan është se kur i ka lind nipi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Hasani, në muajin e Ramazan është lehtësuar një prej rregullave të Islamit që quhet akika. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thirrur kurban për lindjen e nipit të tij Hasanit. Andaj prej kësaj date, prej këtij muaji, lehtësohet në mesin e muslimanëve që e kanë obligim prej suneteve të fuqishme, t'ia prejnë nëse lind djali pas 7 dite, t'i prehen 2 kurbana, dhe nëse lind vajza t'i prehet një kurban normalisht për atë i cili ka mundësi. Andaj Hasani të ndëruar vëllezër ishte emërtuar nga prindrit e tij me emrin Harb, që nën kupton gjuhën shqipe luftë. Pejgamberi alayhis salam ja ndron këtë emër sepse emrat e këqij nuk bën që të emërtohen në Islam, dhe ja emron me emrin Hasan, që nën kupton i bukur, madhështor. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Hasani ka qenë edhe i bukur, ka qenë edhe orator, ka qenë edhe i urtë, dhe nuk i kanë gjatë dikush me bukuri pejgamberit alayhis salam më shumë se sa nipi i tij Hasani. Ai pas një periudhe është bërë edhe kryetari i muslimanëve, që e ka zgjat qeverisjen e tij vetëm për 5 muaj, pastaj ja ka dorëzuar qeverisjen Muawiyut radiallahu anhu në mënyrë që të mos përleshen muslimanët mes veti, dhe Muhamedi alayhis salam i ka thonë, e ka parashikuar dhe ka thonë, ti ke me bashkue mes 2 grupeve për çarësën mesin e muslimanëve. Andaj për me bashku mes grupeve e ka lëshu pozitën e vet dhe ja ka dhënë Muawiyut radiallahu anhu. Gjithashtu të ndëruar vëllezër, prej ngjarjeve të rëndësishme në muajin e bekuar të Ramazanit është dalja nga burgu e njërit prej kolosëve më të mëdhenj të Islamit, Imam Ahmedit, i cili është burgosur sepse ka refuzuar tezën dhe teorinë se fjala e Allahut Azza wa Jall, Kurani, është e krijuar. Sepse në qoftë se thuhet se fjala e Zotit është e krijuar, i bjen që qenia e Allahut Azza wa Jall është e krijuar dhe se ka një krijues mbi Allahun Azza wa Jall. Dhe kjo është kufër, kjo është shirk dhe mohim ndaj anës të Allahut subhanahu wa taala. Andaj edhe pse një pjesë e madhe muslimanëve janë rreshtuar nga qeverisja, Imam Ahmedi ka dalur vetëm kundër dhe ka thënë se kjo nuk është e vërtetë, dhe për këtë qëndrim të tij është burgosur, dhe pikërisht në muajin e bekuar të Ramazanit edhe ka dalur nga burgu të nderuar vëllezër. Andaj ka mbetur në histori si njëri prej imamëve më të qëndrueshëm ndaj të vërtetës dhe refuzimit të kotës. Gjithashtu të nderuar vëllezër, në muajin Ramazan, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëllazëroi kur bëri hijret prej Mekës në Medinë, 3 gjëra i bëri. Dhe mos i harroni këtu. 3 gjëra i bëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E para, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndërtoi xhamin për t'ia lehtësuar faljen muslimanëve. E dyta, e ndërtoi shtetin islam. Dhe e treta, vëllazëroi mes muhaxhirëve dhe ensarve. Ai i të bëj në konakun e Enesit radiallahu anhu mbi 100 persona, dhe i vëllazëroi 50 prej muhaxhirëve dhe 50 prej ensarve, dhe ndau trashëgimin mesin e njëri tjetrit, ani pse ata nuk ishin të afërt për nga gjaku, dhe pas një periudhe normalisht trashëgimia pra u anulua. Ky lesh për atë periudhë ishte e lehtësuar për arsye se muslimanët kishin nevojë që të forcoheshin, kishin nevojë që ta ndërtojnë shtetin e tyre, kishin nevojë që të dalin përballë armikut. Andaj vëllazëroi mes muslimanëve, pra mes ensarve dhe muhaxhirëve, dhe kjo tregon më shumë që muaji Ramazan është muaji i vëllazërisë. Muaji Ramazan është muaji i bashkimit.
Muaji Ramazan është muaji i forcës që duhet ta kenë muslimanët me njëri tjetrin. Dhe në të gjithë mbi të gjitha rastet të ndëruar vëllezër, e kemi përmendur edhe më herët, muaji Ramazan na figuron dhe na kthen në kujtesën tonë datën e 22 janarit të vitit 1998, kur sulmohet për herën e dytë familja Jashari, pikërisht në kohën e syfyrit në muajin e bekuar të Ramazanit. Andaj të gjitha këto janë vetëm pak prej ngjarjeve të mëdha historike që kanë ndodhur në këtë muaj. E lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu përmes këtij muaji na ngrit dhe të na shënoj në librat e historisë. E lutim Allahun Subhanahu wa Taala që të na shfaq të vërtetën si të vërtetë dhe ta pasojmë atë, dhe të na shfaq të kotën si të kotë dhe të distancohemi prej saj. Aqulu qawli hadha wa sami'tu wastaghfirullaha li wa lakum.